sot kemi pak më tepër mungesë drite, nëse mund ta them kështu, duke pasur parasysh që bie shi jashtë, gjithsesi drita vazhdon të jetë prezente kudo. Andaj kam shumë kënaqësi të kem të ftuar në studio Nora Halimin, profesoreshën e cila na shoqëron gjithmonë për këto tema të cilat janë pak më delikate për diskutim. Mirë se erdhe, Nora. Mirë se ju gjeta, Rita, kënaqësi të flasim bashkë. Shumë temë interesante kur e pash, se po ja bëj vetes shefin më duket, kur e pash ditën ndërkombëtare të dritës, realisht je e para që më ke ardhur ndërmend, sepse sigur e marrin për të mirë qenë dritën, mendon? Rita, është për të qenë shumë e sinqertë ka shi publiku tuaj, unë nuk e dija që ekziston një ditë ndërkombëtare për dritën, dhe kur më bëre ftesën për emisionin, për të folur sigurisht për një segment që ka të bëjë me artin dhe kulturën sa i përket këtij koncepti, u befasova për të mirë sepse duke pasur kaq shumë ditë të shënuara, pothuajse për gjithçka, nganjëherë ditë të rëndësishme si kjo na kalojnë pa vëmendjen e mjaftueshme. Kështu që me kënaqësi pranova ftesën për të qenë pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit. Nora, ne dritën zakonisht e lidhim me gjëra të bukura. E lidhim me mirësi, e lidhim me dije, me të mirë, e mira si koncept i përgjithshëm, me të shenjtën, drita në fund të tunelit. Përse mendon që e lidhim gjithmonë me gjëra të mira? Po, drita është, besoj, një koncept, ka një simbolik të atill universale që prek të gjitha aspektet njerëzore. Unë mendoj se nuk ka gjë më të bukur të flitet dhe të flasim ne sot për dritën, sepse pa të nuk ka jetë, dhe këtë e them në çdo kontekst të mundshëm, biologjik, filozofik, artistik, religios, hynor, do thoja, kulturor. Është vërtet, si them, një koncept që s'ke se si them, mos e trajtosh në cilën do fush. Në veçanti, do thoja, në fushën e arteve vizuale. Unë duke e pas fokusin në art, në kulturë, në histori të artit, e them me plot përgjegjësi se drita në, domethënë, fushat artistike është jo vetëm burim shprese, burim frymëzimi, por është edhe medium dhe mjet pune. Kështu që pa diskutim që ka një vend të veçantë për trajtim pothuajse në çdo fushë të jetës. Ndërkohë, kur flasim për dritën nga ana tjetër, e perceptojmë edhe, apo kur vjen pranvera, sikur drita e diellit, pak më tepër pozitivitet, pak më tepër produktivitet te njerëzit, mendon që i ka këto efekte biologjike te ne në përgjithësi, te ti personalisht si ndikon? Po, pa diskutim që i ka, unë e përmenda edhe në fillim, por do thoja nuk është vetëm fenomen fizik, domethënë me këtë ndikimin që sapo e përmende që e ka te njerëzit. Ka, si them, një peshë edhe një vend të veçantë në traditën dhe besimet e popujve të ndryshëm, ka një vend të veçantë në mitologjinë e popujve të ndryshëm, pikërisht për këtë, si them, efektin që edhe ndikimin që ka te njeriu në të gjitha aspektet. Për shembull, do e përmendja për shembull te besimet edhe te religionet të ndryshme, normalisht gjithmonë lidhet me atë të përtejshmen, domethënë me diçka që është hynore, që është ndoshta edhe e pakapshme për dimensionin njerëzor. Në mitologji, po ashtu ka një rol të veçantë. Unë rrugës tek po vija më kujtua ky simboli i yin-yangut që doja ta përmendja këtu, me që është një simbol që e njohin publiku më i gjerë dhe që lidhet pikërisht me këtë konceptin e dritës. Në mitologjinë kineze, ndërveprimi i forcave të dritës dhe errësirës e ka krijuar universin dhe është pikërisht kjo energjia aktive, diellore, kjo që e quajnë ato edhe mashkullore, që është yangu, dhe energjia pasive e dritës, ajo femrore që është yini. Dhe këto dy forca thelbësore, sipas kësaj mitologjie, mbajnë atë harmoninë dhe ekuilibrin e gjithësisë. Imagjino sa thellë është e menduar. Mendon që ndryshojnë konceptet e dritës në kultura të ndryshme?
Po besoj, unë me qëllim e përmenda, do më thënë e mora këtë për shembull duke qenë se është simbol që njihet, si them, në publikun e gjerë, por në çdo, si them, te çdo popull, do më thënë edhe sa i përket traditës, edhe sa i përket besimit, edhe sa i përket miteve dhe mitologjisë, unë besoj se ka, si them, kuptime të ndryshme, po që në thelb e ka atë që e the në fillim. Burim shprese, burim frymëzimi, nevojë e përgjithshme për jetesë. Nga ana tjetër, unë vendosa si pikë diskutimi pak edhe çështjen e arkitekturës, sepse ndikon edhe në këtë drejtim. Si mendon që është përdorur në ndërtimin e objekteve fetare drita natyrore në përgjithësi në kuptimin e orientimit, në kuptimin e asaj që duhet t'i bjerë dielli, në kuptimin e asaj që ta shoh drita, po flas pak nga aspekti shpirtëror, ndoshta edhe shtëpitë e Zotit janë ndërtuar në atë mënyrë që të kenë një kahje nga drita, apo? Shumë e vërtet. Unë mendoj se drita ka një, si them, rol thelbësor në arkitekturë, por unë do thoja jo vetëm në arkitekturën e objekteve të shenjta, por të gjitha objekteve në përgjithësi, sepse ndikon në mënyrë të drejt për drejt në funksionalitetin e hapësirës, por edhe në përjetimin estetik dhe emocional të tyre. Pa diskutim, tek objektet e shenjta ka një rëndësi të veçantë. Unë duke u lidhur pikërisht me këtë, do përmendja e kam shumë për zemër një thënie të një arkitekti, një emri shumë të njohur në botën e arkitekturës, është një arkitekt amerikan, arkitekt modern, Louis Kahn, i cili ka një thënie që lidhet drejt për së drejti me dritën. Sipas tij, drita është dhënsi apo burimi i të gjitha pranive, kurse materiali sipas tij është dritë e shpenzuar. Do me thënë, ai e percepton dritën, do me thënë gjithçka që është e ndërtuar, e bërë nga drita, hedh hije dhe hija sipas tij i përket dritës. Pse e përmenda këtë? Sepse më duket shumë kuptim plote. Do me thënë, në logjikën e tij për perceptimin e dritës, ai terin apo errësirën e bën pjesë të dritës. Do më thëmë përkundër mitologjisë kineze që i trajton si dy forca, si të kundërta dhe si forca të barabarta, dhe më duket krejt e bukur. Ka dhe të thënien ky që një dhomë që s'ka dritë natyrale nuk mund të quhet dhomë, që sapo e përmende ti, kështu që përdorimi qoftë i dritës natyrale apo qoftë i dritës artificiale në arkitekturë krijon atmosferë dhe besoj kjo është, si them, elementi kyç. Po drita dhe errësira definitivisht kanë qenë motiv për shumë artist, për shumë njerëz të fushave të ndryshme, për të krijuar diçka, një koncept i cili është analizuar edhe vetë nga filozofë të ndryshëm, nga dietarë të ndryshëm, përse mendon që ka një ndikim kaq të madh tek ta njerëz? Po, sepse nuk mundemi pa të. Unë ne folëm për arkitekturën, po unë besoj se po një rol kaq të rëndësishëm edhe e ka edhe në artet vizuale, sepse është një element kyç që ndikon në krijimin e formës, është një element kyç që ndikon në krijimin e thellësisë, troddimensionalitetit në aspektin mekanik, ta themi, të ndërtimit të formës, është një si them element që ndërton thellësi emocionale, po pse jo ndikon edhe në përcjelljen e emocioneve deri tek shikuesit. Edhe shumë artist, unë mendoj se e kanë trajtuar dritën si element kyç të krijimtarisë së tyre. Po drita në fund të tunelit është parë gjithmonë si një koncept shprese, është parë gjithmonë si një dalje nga errësira, apo është ajo tuneli që gjithmonë e parashikojmë ose e shohim dhe ka një dritë në fund. Si mendon që ka ardhur ky koncepti i dritës në fund të tunelit dhe pse mendon që reflektohet me shpresë drita? Unë do e përmend këtu një moment, para ca kohe kam hapur një ekspozitë dhe për hir të subjektit që kishte trajtuar autorja në atë ekspozitë kam bërë një krahasim që lidhet
me konceptin e dritës. E ke parasysh, Rita, atë, si them, verbimin e parë të plot, pasi fike drita në një dhomë të errët, do më thënë në fillim nuk sheh asgjë, pastaj syri gadal ka tendencën që t'i shquaj sendet, objektet përreth. Sigurisht tu ndihmon edhe kujtesa, normalisht, sepse e dim se do më thënë kur rrotullohemi dhe se si i kemi orendit në një dhomë, po dua të dal diku tjetër. Është tek tendenca e syrit dhe e njeriu, tendenca natyrale që të filloj ta kërkoj dritën. Dhe duke filluar ta kërkosh këtë dritë, normalisht edhe në atë terin e një hapësire të caktuar, ti fillon, do me thënë, ti shquash gjërat përreth. Është lidhet me këtë konceptin në fund, si them, të dritës në fund të tunelit, është e pashmangshme. Do me thënë, edhe në një errësirë të plot, njeriu ka tendencën që gjithmonë të jetë i kthyer me kokën drejt dritës. Mendon që një mungesë drite do të thotë për një njeri më pak lumturi, shpresë, më shumë ndoshta melankoli, nuk e di? Nuk e di, varet kjo ndoshta nga natyra e njerëzve, sepse ka edhe njerëz që, si them, parapëlqejnë edhe forcën e kundërt, si them, të dritës dhe besoj është deri tek njeriu. Po gjithsesi, unë mendoj se është një, si them, në qoftë se jo, si them, dëshirë totale për dritë, është pa diskutim një gjysmë, ta themi, e shumë e rëndësishme për jetën e çdo njeri. Një prej çështjeve të cilën ti e përmende pak është edhe mitologjia, po është edhe aspekte të tjera dhe më intereson pak mendimi jot për atë se si mendoj që e kanë përdorur ose si e kanë përdorur civilizimet e lashta dritën në mitologji dhe në arkitekturë. Kur kthehemi mbrapa edhe në art, ka pas një tjetër koncept për të, duke pasur parasysh që njeriu apo është orientuar me dritën, me diellin, me hënën, me planetet, nuk është që ka pasur një koncept shumë të qartë, edhe megjithatë ka pasur dritën për orientim. Mendoj se në epokat ndryshme, do me thënë, të zhvillimit të artit, drita pa diskutim që është trajtuar edhe si subjekt, por edhe si element pune. Ne në diskutimin që patëm para emisionit ti e përmende Caravaggio dhe më erdhi mirë që e përmende sepse është një ndër emrat që ka bërë revolucion sa i përket përdorimit të drithijes. Në terminologjinë artistike apo në historinë e artit është një teknikë që njihet si chiaroscuro, është teknikë e përdorimit ose e krijimit të kontrasteve përmes përdorimit të drithijes dhe në përkthim literal të fjalës do thotë chiaro diçka e ndritshme që vjen nga drita, kurse scuro diçka e errët që vjen nga errësira. Dhe Caravaggio është një ndër emrat që këtë teknikë e çoi në një nivel tjetër, në një teknikë që ne e quajmë tenebrizëm, është një përdorim shumë i theksuar i kontrastit mes dritës dhe hijes dhe është pikërisht ky kontrast i thellë që u ka dhënë një dramë, një thellësi emocionale apo një teatralitet, do thoja, veprave të Caravaggios dhe si i tillë ai ka ndikuar pastaj shumë krijues të fushave të ndryshme vizuale. Por nuk është vetëm Caravaggio që ka trajtuar dritën, janë, domethënë, i gjithë drejtimi i impresionizmit, impresionistët janë marrë shumë kanë qenë, do thoja, të magjepsur me dritën dhe efektin që shkakton tek perceptimi vizual i njeriut për natyrën, për objektet në natyrë më gjerë. A mund të shihet përdorimi i dritës si një formë proteste ndonjëherë kur shohim një pikturë, kur shohim një vepër arti, varësisht sa ka dritë dhe sa ka hije në të, ne aludojmë në gjendjen emocionale të njeriut. A do të thotë kjo domosdoshmërisht që e njëjta reflekton gjendjen shpirtërore të artistit? Besoj e reflekton. Tani jo gjithmonë, sepse varet prej mediumit, artistët bashkëkohor e përdorin, si them, dritën edhe si shenjë proteste edhe si shenjë revolte, përmendëm Caravaggion për tjera arsye. Ja, impresionistët, për shembull, kanë qenë sidomos të preokupuar me, si them, trajtimin me efektin e dritës në kohë të caktuara të ditës në kushte të ndryshme, ta themi atmosferike, për të parë se si ndikon ajo në një
kënd të caktuar. Kështu që, domethënë, krejt varet nga preokupimi, ta themi, edhe momental, po edhe jo vetëm momental, i artistëve dhe i fushës në të cilën vepron ai. A mund ta quajmë dritën si një gjuhë e përbashkët e artistëve, ku të gjithë merren vesh me njëri tjetrin nëpërmjet kësaj gjuhe? Domethënë, duan apo s'duan, domethënë është e patjetërsueshme që të merren me të. Qoftë si drithie, qoftë si element pune, qoftë si subjekt i veprave të tyre, nuk është një, si them, gjë që mund të anashkalohet në krijimtarinë artistike të pothuajse të gjithë artistëve. Tani ku më pak e ku më shumë, normalisht, siç e thash paraprakisht, varet nga dëshira, nga tema që vendos të trajtojë artisti. Dhe jo vetëm në pikturë, drita trajtohet shumë shpesh edhe në letërsi, në shumë kuptime. Mendon ose e ke parë, e ke hasur dritën në letërsi ti personalisht? Unë besoj që si në arkitekturë, si në artet vizuale, drita ka rol po kaq të rëndësishëm edhe në letërsi. Unë vërtet jam e apasionuar pas letërsisë, po nuk do guxoja që të flisja me kompetencë për rolin e dritës në letërsi, por mund të përmend një moment që lidhet me letërsinë, që lidhet edhe me artet vizuale, po dhe me konceptin e dritës. Manuskriptet e hershme Rita janë, si them, dorëshkrime, të cilët janë krijuar diku në periudhën e mesjetës dhe rilindjes dhe janë shfrytzuar si mjete për hapjen e dijes në mungesë të një shtypi të mekanizuar të librave aso kohe. Pse i përmenda manuskriptet? Sepse janë shkrime që në vetvete kanë, si them, ilustrime, kanë dekor dhe kanë shkronja artistike të cilat vendosen ose në fillim të tekstit ose në fillim të një paragrafi, dhe këto shkronja zakonisht janë të, domethënë, përmbajnë elemente nga flora dhe fauna dhe janë punuar me ngjyrë ari ose argjenti pikërisht për të reflektuar dritën. Dhe jo rastësisht në terminologjinë e kaligrafisë dhe tipografisë njihen jo vetëm si shkronja dekorative, por edhe si shkronja iluminative, domethënë nga fjala iluminim, që do të thotë ndriçim, pikërisht për shkak të këtij efekti të reflektimit të dritës nga përdorimi i ngjyrës së arit dhe argjentit. Dhe nuk ndodh rastësisht, sepse ne e dimë që iluminizmi ka qenë një lëvizje intelektuale, kulturore dhe letrare që ka lulësuar në Evropë, besoj diku në shekullin 17 apo 18 në mos gaboj, dhe jo rastësisht, si them, ka pasur ndikim edhe tek fusha tjera, jo vetëm në letërsi. E përmenda në letërsi, sepse derisa po ulumtoja pak dhe po shija ditën ndërkombëtare dhe çfarë lidhet me dritën, pash një libër të Goethes që quhet Teoria e ngjyrës, dhe në një pjesë të tij ka një moto të famshme të Goethes që quhet More Light, që mendoj, motoja është More Light, dhe pikërisht ai e sheh dritën, do me thënë, e kombinon me, nuk e konsideron si mungesë errësire, ose po tenton t'i trajtoj të dyja si pjesë të njëjtës gjë. Kështu që një prej arsyeve se si janë diskutuar, si janë trajtuar më përpara, janë edhe këto konceptet shumë interesante se si janë perceptuar, se si është perceptuar në fakt drita në aspekte të ndryshme, kështu që besoj autorë të ndryshëm e kanë përdorur në teoritë e tyre, në librat e tyre, thjesht për të dhënë një shembull, apo për t'i bërë njerëzit të mendojnë pak se cili është perceptimi i dritës në përgjithësi. Unë besoj, ashtu si që the ti, dhe ne përmendëm ca fusha, arkitekturën, përmendëm traditën, besimet e popujve, përmendëm artet vizuale, letërsinë. Unë besoj se në çdo fushë, domethënë është i pashmangshëm trajtimi i konceptit njerë, se si pastaj e kanë trajtuar dhe cili është mesazhi i dëshiruar për ta përcjell tek publiku është tjetër gjë. Por që domethënë është e pashmangshme për ta trajtuar si temë, është e padiskutueshme. Jo rastësisht më erdhi shumë, si temë atraktive dhe ftesa jote dhe të përgëzova, sepse mu duk një diçka jo e zakonshme dhe jo standarde për ta diskutuar.
GTE është emër i madh i letërsisë dhe unë s'kam dyshim që domethënë e ka trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu siç e kanë bërë dhe artistët të tjerë në fusha të ndryshme të arteve. Drita, Nora, se po të ndërpres për mu kujtua tani që luan një rol shumë interesant edhe të instalacionet artistike. Apo kemi ca që ndryshojnë formë, varësisht se si i bie drita ndryshojnë imazh, varësisht se si i bie drita e hasim këtë në artin modern, besoj sidomos. Po. E hasim në artin modern, jam u kujtua një emër, Eliason është që merret krye këput me dritën si medium, është artist bashkëkohor, por normalisht në medium ta themi bashkëkohore bëhet një trajtim ndryshe sepse futet në funksione edhe drita artificiale dhe jo vetëm ajo natyrale për dallim ta themi lëvizjeve tjera të cilat i përmendëm. Unë e përmenda impresionizmin sepse vërtet si lëvizje i ka trajtuar, domethënë i ka dhënë një vend të veçantë, është marrë kryekëput me efektet e dritës. Dhe këtu ja po e përmendi Monen, jo për një arsye tjetër, por sepse mu kujtua një ekspozitë të cilën e kam parë në Paris, në muzeumin që quhet Orangerie, është një seri pikturash të tij të quajtur Zambakët e ujit, i kam parë live dhe janë mbreslënse dhe aty mund të shikosh se si pamje të ndryshme të këtij motivi ndryshojnë në efektin e ta themi dritës në periudha të ndryshme kohore, në mëngjes, ta themi në mesditë, në mbrëmje, e kështu me radhë. Një artistë të tjerë të cilët janë marrë konkretisht me dritën, i përmendëm disa. Është edhe një artiste që tani po për momentin është artiste kineze, nuk po më kujtohej me emri, po që ka trajtuar dritën si medium. Ka plot të tillë, domethënë nuk do gaboja në qoftë se do filloja t'i përmendja me emra dhe vepra, por pa diskutim që është një medium i rëndësishëm. E ke parë, domethënë Rita, unë më ka qellu që si them në Athinë më kujtohet kur ta shikosh domethënë ka shumë objekte në këtë qytet që janë të ndriçuara, objekte publike, po them. Dhe kur ti shikosh pa dritë, të duken si objekte krejt ndryshe, kur i shikon të krahasuar normalisht me po të njëjtat pamje, po të ndriçuara. Domethënë është një transformim komplet që bën në këtë rast drita artificiale, le më të mos flasim për dritën natyrale. Nora, unë falenderoj shumë që ke qenë sot pjesë e emisionit të mëngjesit për diskutuar një temë jo të zakonshme, sado e pazakonshme qoftë mua mu duke interesante për të folur për një gjë të cilën ne e marrim për të mirë qenë, e thash edhe një herë, po edhe ka motivuar artistë shumë për të punuar mbi të, për të shkruar mbi të, përmenda Goethen, përmende artistë të tjerë. Mirë po, janë të pafundit ata që janë marrë me fenomenin e dritës, kështu që të falenderoj shumë. Të falenderoj edhe ty, unë duke qenë se edhe tema ishte standarde në një periudhë që jam në një rëmuj me aktivitetet të ndryshme, me kënaqësi pranova ftesën dhe si gjithmonë, e thash edhe në fillim, kënaqësi të flas me ty. Të shfrytëzoj edhe për një gjë tjetër se ma kujtove aktivitetin ura me triharqe? Po, jemi në fazën e fundit përgatitore të këtij aktiviteti, prandaj dhe po thoja që jemi në një rëmuj organizimi, javën që vjen me datat 22 dhe 23 maj, Universiteti i Tetovës, rrjedhimisht Fakulteti i Arteve, është Niko Qiri i këtij aktiviteti. Ti e din, e kemi diskutuar disa herë, që është një projekt që realizohet në bashkëpunim me Universitetin e Arteve të Tiranës dhe Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. Kush na vjen kësaj radhe? Kësaj radhe përpos aktiviteteve që janë bërë më tradicionale në kuadër të urës, që janë ekspozita, koncerti, shfaqje teatrale, si dhe shfaqja e filmave të metrazhit të shkurt, është i ftuar në një bashkëbisedim me studentët dhe pse jo edhe me stafin e profesorëve, një emër shumë i njohur i pikturës shqiptare, një pedagog shumë i mirë njohur nga Universiteti i Arteve të Tiranës, Gazment Leka, dhe kështu që e presim me kënaqësi atë aktivitet. Do jetë ditën e dytë të aktivitetit me datë 23 maj në orën 3 në ambientet e Europe House në Tetov. Është e hapur?
Po, është e hapur, kështu që mund të vinë njerëzit. Domethënë, po e shpërndajmë tani edhe në rrjetet sociale, është në faqen e universitetit, janë të gjitha të dhënat lidhur me këtë aktivitet që përmenda, po edhe me kalendarin e aktiviteteve të tjera. E qartë, unë juroj shumë sukses edhe me këtë aktivitet, patjetër që do shihemi prapë edhe për këto aktivitete tjera cilat ti i bën, dhe faleminderit shumë që në këtë muaj ke gjetur kohë të vish sot. Të faleminderit Detyrita.